Po tash fillimisht duhet me theksu faktin që drejtat e njeriut janë një prej çështjeve pothuajse kryesore në Kushtetutën e Republikës Kosovës. Kjo e para, e dyta, edhe për nga numri, është një numër i konsiderueshëm i të drejtave të cilat garantohen me Kushtetutë. Kjo për shkak se janë njësër drejta që garantohen po nga teksti i Kushtetutës dhe në anën tjetër janë edhe nën konventa ndërkombëtare të cilat janë direkt të zbatueshme. Për këtë arsye, drejtat e njeriut edhe për nga numri ka një volum të madh të drejtave që garantohen me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Dhe tash e vërtetë është se mund të ketë ndoshta eventualisht kuptime të ndryshme, vlerësime të ndryshme se si duhet kuptohet një drejtet e caktuar. Mirë, po për këtë çështje do thotë Kushtetuta e Republikës Kosovës e ka lënë një pikë referimi. Në 53 soi ka thonë se drejtat e njeriut dhe liritë themelore interpretohen në përputhje me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut, që i bie se drejtat garantohen sipas kuptimit që Gjykata e Strasburgut u ka dhënë këtyre të drejtave. Kjo i bie se aplikimi i kësaj jurisprudence para se gjithash është obligim kushtetues sipas nenit 53 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Për te këtij obligimi kushtetues që do duhet të ishte si argument i mjaftueshëm për zbatueshmërinë e kësaj jurisprudence në gjykimet e gjykatave, duhet të theksuar faktin se është shumë e rëndësishme për shkak se sikur të aplikojë kjo jurisprudencë, atëherë rendi juridik kosovar do të harmonizohej me rendin juridik ose me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut, që është pjesë e Këshillit të Evropës, ku Kosova synon që të anëtarësohet. Dhe aplikimi i kësaj jurisprudence, ashtu siç duket të ketë qenë edhe qëllimi i draftuesve i hartuesve të Kushtetutës, ka qenë që rendi të harmonizohet dhe Kosova të jetë e gatshme për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Dhe arsyeja tjetër është se në praktik mund lindin dilema të ndryshme për cilat ndoshta jurisprudenca kosovare nuk ka zgjidhje dhe aplikimi i një jurisprudence kaq të postur dhe të etabluar ndër dekada, definitivisht se do të ishte një pasuri që mundson zgjidhjen e shumë dilemave të cilat shfaqen në praktik. Instituti i Kosovës për drejtësi së bashku me Lëvizjen Fort dhe Iniciativën për Progres, me përkrahjen e ambasadës gjermane kemi realizuar një projekt që kemi monitoruar zbatimin në praktik të jurisprudencës dhe standardeve të kësaj jurisprudence në gjyqësor. Gjetjet dëshmojnë se 17 vite pas shpalljes së pavarësisë dhe miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, aplikimi ende vazhdon të jetë në nivele të ulta. Nëse i referohemi do të seancave gjyqësore, gjetjet tona tregojnë se në vetëm 2% të rasteve është përmendur jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut dhe në këto dy raste është përmendur nga gjyqtarët dhe jo nga palët ndërgjyqëse. Një aplikueshmëri më e madhe por jo e mjaftueshme është në aktgjykimet e gjykatave të rregullt të gjitha shkollëve, që përqindja totale e aplikimit të kësaj jurisprudence është 13%. Krahasuar tash me një raport tjetër që kemi postur para afërsisht 5 viteve që ka publikuar IKD, i bie se ka një ngritje të lehtë për shkak se ka qenë pak mbi 9% në raportin e kaluar dhe tash e kemi 13%. Tash duhet postur parasysh para se me kalu tek një çështje tjetër, nëse i shohim të thotë për nga nivelet, se cilat e kanë aplikuar më së shumti jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut, prin gjykatat themelore, pasuan nga Gjykata Supreme dhe më pastaj në fund vije edhe Gjykata e Apelit. Derisa për nga natyra e rasteve prin rastet civile, pasuan nga rastet administrative dhe në fund edhe rastet penale. Duhet të theksuar një fakt se është shumë e qartë se përkundër faktit që drejtat e njeriut janë çështje relevante, pothuajse nëse cilin rast, duhet të theksuar një fakt që ka mundësi se në raste të caktuara nuk është nevoja fare që të aplikohet jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut. Megjithatë, kjo do të mund të ishte si argument nëse në pjesën më të madhe të aktgjykimeve jurisprudenca e Gjykatës Evropiane do të aplikohej. Dhe më pastaj kishim mujt me thonë që në pjesën e mbetur të aktgjykimeve nuk është të aplikuar për shkak se nuk ka qenë e nevojshme. Mirë po,
kur e shohim do thotë këtë përqindje të ulët, atëherë definitivisht se bëhet fjalë për një mos aplikim në nivel adekuat të jurisprudencës në së Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit në aktgjykimet e gjykatave që kërkon që tërheq pas vetës nevojën për rritje të angazhimit dhe rritje të aplikimit në këtë fushë. Për më tepër, për te aplikimit në kuptim të këtyre shifrave që po i përmendi, si këtë së bashku me dy organizata të tjera, i kemi analizuar edhe zbatimin e standardeve specifike Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit në aktgjykimet e gjykatave, për cilat çështje ndoshta do të flasim në vijim të emisionit.